Mirë dita, java e orizit. Do të bëjmë diçka me porri edhe me kivi, me vend gazume, me qërë. Që to i kem, porrini nëse preshin, gjalpën, kivin, qepën, verën e gazume, prosecco, pak e ëmbël, tamam për këtë lloj të ushqimit, djathim parmezan edhe orizin gjysmë të zjem. Edhe ezëm si zakonisht. Vajnë e ollirit një lugë, sepse kem gjalp, jo ma shumë. Qepën të grime ma em. Kjo një ndësh këshilla që është grejet kepa ma em, dhe më thonë, mujmë s'di sa vene me prej kështu, edhe kemi grime shumë em. Qëka është në duhet neve, jo ma shumë. E lo më zbu qështu. Një lukë qep, gjalpën, edhe këtu parafërsisht një lukë gjalp, preshin ose porrinin tash nëse dojmë kryt apo të që të dyët. Edhe i lënë këto mu zbut pak. Qështu? Një lugë në përzi qështu. Disa të shkrijet gjalpa edhe zbutën pak qepa me presh. Marë një gjysë kivi edhe prejmë edhe këto në flegra. Jo shumë. Trasha, parafërsisht qështu. Bujonin apo langun e perimeve. Këto e gati e kem. Ka fillu mu zbut ka pak. Verën. 4-5 lugë, është pak e ëmbël, kivin, edhe fort orizin gjysmë të zim. Qështu. Shkojmë të jashtu pak langun e perimeve, jo shumë. Nëse dojmë i qesën magdanes, nëse jo e lom që qështu qësh është. Sa mja thy pak. Dhe i qesëm. Krypën. Biber si qesim. Kësaj radhe edhe pak bujon
perime apo lang perimeve. Certifikuar me standarde gjermane TÜV, gatuaj me finesë. Alpsko mleko, tash edhe me shije çokolade. Si pjesë e familjes së gjerë të produkteve Alpsko mleko nga Ljubljanske mlekane. Dhe më thonë, edhe pak bujon apo lang perimeve, jo shumë. Kjo veç është gati. Po ndekim parmizanin. Pak, qëtë kime që qështo. Pravone? Nuk i keni mirë për shmonit. E sheshme.